Të paktën 3 orë kam pritur pacientët të hënën për të kryer një kontrollim specialistik në ambulancën e qendrës klinike universitare të Kosovës. Pacientët që për të zënë radhën kanë bërritur në orët e hershme të mëngjesit ankohen se kontrollet e specialisti i ortopedis në vend të orës 8 kanë nisur tek në orën 11. Në ora 8:30 mi marrë numrat, edhe kur janë këtu deri në ora 11:12 nuk më kërkushtojnë. Kur thot ora 12 që jemi në pauzë. Pauzën e kanë në ora 1, një pacienti. Ai ka orë më shëru, namazi për smuhën e kësaj. Që të është anisë në orë se doktor herë që që është? Që hini, një për vjenë. A ke prit më të? Ko gjëmbët e u dhe ko? Pe i sa bojt jemi shtu, la për te dhe, no. Problem. A ke ditë që më dosh me anisa? Jo e se këna ditë që ajë që këna pas më shkuaj së ardhë, të ashtë të prit këta. Me numër jemi, me të prit. Shta është nështë e pja filla i shala. Për vonesën në ofrimin e shërbimeve që KUK-ja është arsyetuar duke thënë se stafi ka qenë prezent, por se nga ora 8 deri në 10:30 ka qenë i angazhuar në ekzaminime me ultrazë për pacientë të tjerë. Sa i përket ambulancës së ortopedisë, ajo funksionon pa termine dhe pacientët trajtohen sipas rendit të paraqitjes dhe kapaciteteve ditore. Disa vizita mund të shtyhen për doktorët që fillojnë më vonë nga 10:30. Pacientët thonë se nuk po përballen vetëm me pritje vonesa, por edhe me trajtim jo profesional. Shehria Gerbeshi, e cila kishte ardhur me bashkëshortin e saj me udhëzim emergjent nga mjeku familjar për kontroll te neurologu, thotë se nuk janë marrë parasysh nga mjeku dhe infermierja. Unë kanë drejtu të neurologi edhe të ortopedi. Kur erdhim të neurologu, shkum, thot jo, thot duhet me bë këtu termin, pa termine nuk bën. Do të thot, ajo që ka shkru para prak dikush mënyrë urgjense, nuk e merr ke parasysh, mirë po vetëm në termine. Unë e fola me to, thash unë shoqja e shokut jam, e qëti personit që ka orë, klientit juve. Mirë po sa është rëndësishme dhe parasysh, a i merr një raste specifike, vetëm e më ka këqyrë një mënyrë ignorante dhe o hy e ka përplas derën edhe nuk na ka marrë asë në bisedë bilet pakten. Jem largu vetë, ka provu burri me hy, kuptohet që ajo hyri i tregoj asaj doktoreshes që asësi mos të merret burrin parasysh sot, vetëm me termine. KUK-ja i ka thënë kohës se rastet emergjente nuk trajtohen në ambulancat specialistike, pasi trajtimi tyre mund të shkaktojë ndërprerje të punës së stafit dhe vonesa për pacientët e tjerë. Pritje sipas pacientëve ka pasur edhe të shërbimi kardiologët e edhe gjatë kryerjes së pagesës. Nuk e di shka bëjnë, do të me prit të rënë, që pej sabahit jam. Jam pej pesmikerit, kom pa kontrol. Të plet pagesat, po do të me prit të rënë, po do të dikosh me nejt. Unë kam s'po muj me nejt part, po do të një përcjellës me ma. Koha dhe më parë ka raportuar për vonesa në trajtimin e rasteve, sikurse edhe për nevojën që pacientët disa prej shërbimeve në vend se në ambulancë specialistike duhet i kërkojnë në sektorin privat.